Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të dangellim politik. Shkojna me vitën e rodhës, lëvizave të vendosje, PDK. E bona këtë video miq, vetëm për një arsye të vetëm se e kanë bllokuar, e kanë bllokuar policinë e Kosovës në Skenderaj, sikur Radio Qiçi kur e ka bllokuar Mitrovicën. E kjo me të vërtet është miq për keqardhje. Sepse ne nuk kemi sa më i fregu policisë të Kosovës. Ne në bënë me thonë ajen këto dhe pikë. Po me gjithat miqë shkurat e të gjë vitin, e të qëtën zbashko. Lëviza vendosje ose kret ose heq e thot prezori. Prezori, qashtu është? Po bash prezori, sepse ne konsiderojmë që nëse ne nuk i fitojmë zgjedhjet vetë, nuk kemi partner serioz të pakorruptueshëm, të cilët nuk ndikohen prej elementeve të cilët din bëjnë presion. Unë e miq plotësisht pajtona me Arborexhaj. Ky është Arborexha që po fol, kështu që atë mos thënë që është me AI-a diçka, çapo diun siç kanë zakon opozita. Unë plotësisht pajtona sepse e vetja parti është Lëviza e vendosje që është e pakorruptuar. E vetja parti është Lëviza e vendosje që mendon për popull. Po mos të hupëm kohën, shkojmë. Por miq të dashur, ju kisha lutur ndëgjoni videon deri në fund se domthonë fundi gjithmonë është më interesant. Gjithmonë shpjegon atë pjesën më kryesore, që thojnë populli çarshia mbi tort. Shkojmë miq. Meqense kemi një rrugë të shtrimit të suverenitetit dishmërisht në veri, na rikthehet prapa. Unë jam shumë i sigurt nëse vijnë këta në qeveri, e që s'bën kur më këta veprimin e parë që hekin çat misi speciale policinë e binë të poshtë. Unë e miq të dashur, kam informacione edhe unë që në atë moment që me bo me fitu, thojza po thëmë se s'ka shumë teorike, me bo me fitu opozita, automatikisht kanë me këthyje kufinin ku ka Nur Tibrit. Ja pse po liftojnë edhe vetë sërbt për lipin opozitën, jo Albinin. Sepse e din çka mund me bo me këta. Po, shkojna miq me vidën tjetër. Me faqin kryeministër u vodha 25 kg ari në dhomën e dëshmive të policisë në Pej. Edhe kur miq të dashur, s'ka ndodhur sa më, u harru kjo punë. Unë nuk e di çka ka ndodhur, a kanë gjetë, a se kanë gjetë, a kanë akuzuar dikon, a kanë marrë dikon, sa në type ndisha. Po s'ka rëndësi kjo. Më të është kjo, i të ti kitu 3 milion, sa gale. Shkojna miq? Faqin kryeministër, arsimi universitar u rënua nga politizimi i skajshëm i UP-s, nga publikimet plazhatur dhe nga 32 universitetet private ku shumë nga profesorët ishin bashkëpartiak të faqe. Shumë vërtet. Faqin kryeministër, Kosova nuk mori asnjëherë raport progresi me nota pozitive, për çdo vit BE-ja përsëriti nevojën për të luftuar korrupsionin dhe krimin. Unë nuk e di miqtë e mi, se dhe ju i kom miq si votus për të kësë, LDK-s, da jem kretë, bijgjitha jem shqiptar. Veç po jo pysh, a keni harru këto sana apo jo? Sepse nëse nuk i keni harru, atër nuk e di arsyën pse votohet. Pse votohet për të kjo janë këtë rast? Kur e dini se qa kanë bo, edhe po të njëtjen. Vetëm pa shqip thaqin, e ka zë veselin. Po të njëtjen. Të njëtjen avaz po shkojnë. Të njëtjen avaz në unë për cilën si këta tyne. Sepse mos me konë njëtjen avaz, nuk i këshit blokue Skenderajnë nga policia Kosovës. Nuk i këshit bohat rrethin e qelik që i shpithot aja me plët krenari. Gango. Ashtur për i botës, rrethi qelik. Për konë? Për policinë Kosovës. Po në regull. E keni bohat rreth, atë një pse? Pse din që policia Kosovës nuk shtyhet me popullin e vetë, nuk e shti popullin e vetë. A mo të shkoni polici tjetër, po e garantoj që ti për në shqit bo. Atë pse e keni bo para lufte? I lutem, duhet me ditë mirë mos me policinë e Kosovës, se ne kemi formu. Si populli Kosovës. Ne pagujmë për ta. Ne e mbrojmë ata, në ata në mbrojnë neve. Po jo na mi dalë me shkel me kamiona dhe me abloku rrugën me kamiona. Është turpi i botës. Është turpi i botës.
këtë blokat që i keni po ju, me pas dalë për në ekonomi, për në sikon front në Gjermani, pajtona plotësisht me juve. Nëse keni drejt, nëse si ka plotësu kushtet kryeministri, apo në ministër pa marrë parasysh, plotësisht isha pajtu me juve dhone, s'ka diskutim. Se ne dojna të mirën për Kosovën. A më vendal, ja pse po vjen të Skenderaj, po në këta se kuptoj. Po me gjitha shkojna me që. Thashin kryeministër, Kosova u rendit në raportet ndërkombëtare si një vend gjysmë autoritar dhe me korrupsion super të lartë. Me thashin kryeministër, shëndetësia u dominua nga skandalet me klinikat private, ndër të cilat rasti klinikës Medicus me trafikimin e palegjshëm të veshkave. Me thashin kryeministër, KQZ-ja u detyrua të dorëheqej nga kërkesa e saj për të vënë kamera në vend votime, çka u pasua nga vjedhja masive. Pse për shembull? Pse s'kan mujtë me manipulu? Për shta s'ka ndosh kamera. Votave. Në thashin kryeministër, Kosova pagoi 6 milion euro kompanisë izraelite Sachi & Sachi për një spot publicitar që doli të ishte i kopjuar. Ka i ka marrë të pare për popullit Kosovës. Me bërë reklam për vete, për shturpi botës. Me mashtru popullin. Me thashin kryeministër, i tërë distribucioni i kekut u shit për vetëm 26 milion euro. Me thashin kryeministër, Qëre ju që për akuzoni, kush e ka shqit kekun, a përshë? Ju që për akuzoni Albin Kurti për rrymë, që ku është probleme, a përshë? Mishtë dashër, votuse për të kësë, hene e gjoni informacioni i lutem, lezoni pak për të kënë, mos jap një vota pse e kitë fshatit, pse e kitë katunit, apo pse e kitë qytetit, apo pse e kitë kusheri, apo doja një famigja. O djallën e paqbre, djallën e paqën se jap votën, kur nuk punon. Kur nuk punon për mu, për fëmijën e mi, unë se jap votën, për çfarë arsye? E ju Allah ile, ju japën e votën, në rregull është, dhe të juve. Është vota është e shajt. Gjithë kush e çon ku don. unë shkrua një marrëveshje pa çmim për autostradën e Kumbit, që rezultoi të ishte autostrada më e shtrenjtë në Evropë. Me thashin Ku ke po të autostradë pa çmim? Ja pra, sepse në Kosovë, e njëta kompani Betelenga në Serbi e ka bo 8 milion, në Kosovë 13 milion. 5 milion kilometri kanë vjedhë mishtë të dashër. O PDK, 5 milion euro në kilometr. Për pos kësajna, në Serbi, për fat keq, është 12 centin. Për ata fat mirë, për fat keq të na. Sepse atjo 12, e të na është 5 centin, as 5 centin si ka, fletë borejko asfalti. Kur është tru me PDK-n. Shko në këqënë tash, kur përshtrojt me Albin Babën, sa është asfalti. 12 centin. Bon vaki dhe 15. Këtu është diferenca mishtë të dashër. Kjo është, nuk është diçka. Shin kryeministër, aeroporti Prishtinës u dha me koncesion për 20 vjet për vetëm 100 milion euro. 100 milion euro aeroporti. Kryeministër, në Kosovë aplikua privatizimi i tipit neoliberal, siç ishte bërë në vendet afrikane dhe amerikano-latine. Rezultati i privatizimit ishte që fabrikat dhe ndërmarrjet u shitën, por investimet nuk erdhën. Me thashin kryeministër, që kishte drejtuar procesin e privatizimit, Dino Hasanaj u tha se u vetvra me 12 goditje me thik. A di me ma shpjegu stati kush mishtë të dashër, a ka njerin këtë botë që mund i bjen vetit 12 herë thik? Unë se besoj miq. Unë si dan, për vetë nuk e besoj. Që ka njerin këtë botë që mund i bjen vetit thik 12 herë. Unë s'pe akuzoj kërkon nuk për di, këto nuk janë, do më thonë, që unë për i qestu akuza, këto akuza janë të motin në përrejtë sociale, që mi i kom gjithë, amo, veç logikisht, pa kur gjesht, logikisht me venu, një njeri mira 12 herë veti thik, nuk ekziston në botë. Si mas mendimit tim, nashta dhe ka, se në Kosovë është Çasbovaki. Po, shkojnë amish. Me thashin kryeministër, filloi valja e parë e emigrimit që solli tragjedi në lumin Tisa. Me thashin kryeministër, Mitrovica mbeti ndar përkundër aksionit të policisë së Kosovës në veri më 25 korrik 2011, policia. Jo kjo, mishtë dashër, pse nuk bën më ardhë opozita në pozit, sepse ta kthejmë prap kufirin Niber. Se këta ta kanë thonë veta, duhet me marrëveshje. Çfarë marrëveshje? Marrëveshje është që ti ke pas kufirin atje, edhe na kena luftu për kufi deri ku është sot. Po jemi për kufirin në Urtibrit. Po, shkona mes?
detyruar të zmbrapsej duke humbur pjesëtarin e saj Enver Zymberaj. Me faqin kryeministër, transformimi i FSK-s në ushtri u shtye nga një vit në tjetrin për të mos u bërë ende. Me faqin kryeministër, ekonomia e Kosovës njësoj si dhe projekti për të plani Banskoj-Bullgarisë. Me faqin kryeministër, 40% e kosovarëve jetuan të papunë dhe 40% e kosovarëve jetuan në varfëri. Me faqin kryeministër, Kosova doli me popullsi të përgjithshme. A di pse miq? Sepse kur s'ka menuar për fëmijët e Kosovës. S'ka menuar për shtesa fëmijëve më rëbush. Ky shturpi i botës me 5 euro i kanë vjedhën kilometër, 5 euro, edhe nuk ka menuar që ka fëmijë në Kosovë me shkep fëmijëve, me bërë shtesë të fëmijëve, me bërë pare për nona Leona. S'po them zërsar, veç këto. Se me rrit rrogën, me rrit pensionin social, absolut. Edhe sot Bedri Homza thot nuk ka pare për të sane. Edhe sot, 2026, thot në me orë në qeveri, unë i hiqi këto, se s'ka pare për të sane. Logajt e mi se dashër. Ja pra pse dhe televizat të ndonë se ne nuk kem qare pa i fitue, 62%. Kështu që shkojna me që? Në regjistrimin e dështuar. Me faqin kryeministër, policia e Kosovës zbatoi urdhra politik për të gjithë ata që guxuan të shfaqin pak nacitë e tyre. Me faqin kryeministër, vetëm brenda vitit 2011, atij ju refuzuan 27 kërkesa për të takuar me mbështetës të Europës. E bum del qitaku, ganja në për televizione, gango, na kena bo kështu, tha që kështu, tha që veni parë, tha që ka bo këta, tha që ka autoritet, tha... A pesheni çfarë autoriteti ka thënë që ka pas? A pesheni? Mos dini me gërinje për televizori e lutën. Se këto jesin, këto s'jën të mijat. Këtu nuk jën të mijat, këtu s'im konë as minister, as kryeministër, as president. As nuk du më bo. Kjo është problemi. Që si një konë kërka? Kush është dika? Albin Kurti. Cepëm cep. Pare për thmi, pare për nona Leona, rroga 500 euro, ajo për socialet, pensionet. Ky është menon për popull. Edhe 16 në konto. Jo miliona, apo miliarda, si doni. Shkojna miq. Me faqin kryeministër, Kosova bisedoi pa ndërprerje me Serbinë, pa kushte, pa dënimin e krimeve të luftës, pa kthyer të pasurit, pa marrë dëmshpërblimet e luftës, pa marrë fondin pensional dhe pa marrë artefaktet arkeologjike. Brenda pak vitesh, ndryshoi aq shumë, saqë në një intervistë për Euronews, tha që kishte thënë se ai kishte qenë larg fronteve të luftës, duke mohuar. Tash kur jam i besumish, a kon lufta se kon luftë? Këtu po thot jo, atje në për televizion ke po, tani the ke jo prapë në televizione. Qysh i bige tamon që ashtu dhe ke. Kaluarën e tij në UÇK, me të cilën ishte ngritur në politikë. Si kryeministër, ai bisedoi gjatë me krerët serb Dačić dhe Vučić, dikur bashkëpunëtor të Miloševićit dhe Sheshelit, mes të cilave ai negocioi marrëveshjen për asociacionin e komunave serbe. Bravo. Pronto. Ministër i jashtëm, Kosova mbeti e izoluar pa liberalizim të vizave. Me faqin ministër i jashtëm, Kosova dështoi të antarësohej në UNESCO. Me faqin ministër i jashtëm, njohjet për Kosovën u stopuan në 111 shtete. Me faqin ministër i jashtëm, ai nënshkroi marrëveshjen për demarkacionin e Malin e Zi, e cila mund ta lërë Kosovën me 9000 hektar tokë më pak. 18 vjet pas hyrjes së tij në politik, Hashim Thaçi mëton që karrierën e tij ta vazhdoi si president i Republikës së Kosovës. Si president i Republikës së Kosovës, edhe tani më ka bën nomin, pedini e boni gjykatën speciale, i shtini me zor. Më thojza me zor, sepse me zor i bjen kjo pa thojza ai, sepse nëse se voton gjykatën ti e antikombëtar, kështu që u janë detyru, për pas lëvizja vetë vendosë që se ka votu. Kështu që mi se dashër, para se me votu, ose votu se për dëkës, se litë dëkës, a okës, para se me votu, se me 7 qershor janë votimet, heni kësjeni pak, shpaloni pak arkivat, edhe kërkoni për partinë e juaj. Se që kanë bërë gjatë 20 viteve, për juve, për thminë e juve, për bizniset e juve, edhe jep në votën. A më vota nuk japet me zor, vota nuk shitet, vota nuk japet me tut. Kush ka tut, le të lajmërohen polici, tuta hiqet, sepse policia Kosovës është aty për qëta. Miqtë dashur, Zoti ju rujt, ju përshëndes gjithëve, në përset cilin shtetë botës ku jeni, në Evropë, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, tana onë. Zoti ju rujt, mirë pashë të rasmiq,